Aktori i njohur Eran Soili ka prekur zemrat e publikut në Ferma VIP 2 me një rrëfim të sinqert dhe emocional nga Plevica. Pasi ndau historinë e jetës së tij duke folur për vështirësitë, arritjet dhe sakrificat që ka përjetuar, Erandi lexoi një letër të mbërritur në ferm nga vajza e tij 16 vjeçare, Greta. Kjo letër e shkruar nga vogëlushja e tij, siç u shpreh aktori, I dha forcë dhe motivim për rrugtimin e tij në spektaklin e Ferma VIP në Vision Plus. Babi, jam Greta, shpresoj që je mirë, unë të kam ndjekur, po ta dërgoj këtë letër për të thënë që jam mirë dhe po mendoj për ty. Vazhdo përpara me forcë dhe trego vlerat e tua pavarësisht çdo situate që ndodhesh. Gjithmonë mbaje mend mirë që do të tregosh respekt për të gjithë dhe ta mendosh për ta. Më pëlqen kur duhet të gatuash dhe të pastrosh, se e di që është sfidë e madhe për ty. Gjithsesi, shijoje eksperiencën, kujdesur për veten dhe njerëzit rreth teje. Me dashuri, Greta shkruaj në letër. Surprizat për aktorin nuk përfunduan këtu. Një lidhje Skype me motrën e tij Irisi, e cila po përballet me një sëmundje të rëndë, e emocionoi thellësisht Erandin. Irisi shprehu mbështetjen dhe krenarinë për vllajën e saj, duke I dhënë kurajo për të përballuar sfidat e fermës.